mrena 4 viteve, unë nuk do të alo as një fëmijë shqiptar autik. Kjo është misioni jam. Shkenca moderne po punon çdo ditë për të kuptuar autizmin dhe për të zhvilluar trajtime të bazuara në prova, që synojnë të ndihmojnë fëmijët dhe familjet e tyre në mënyrë të sigurt dhe efektive. Por në Kosovë dikush që nuk ka lidhje as me shkencën e as me mjekësinë, ka gjetur mënyrën për të shfrytzuar dëshirën dhe shpresën e prindërve. Me 4.000 euro në xhep dhe shpresa të ndërtuara mbi premtime të dyshimta, prindërit e fëmijëve me autizëm po udhëtojnë drejt Gjilanit për të takuar Arjanit Slamnikun. Ai pretendon se mund të shërojë autizmin duke larguar parazitët nga trupi i njeriut, duke përdorur medikamente që zakonisht janë të destinuara për kafsh, jo për njerëz. Në lidhje me konsultat e mia mjekësore, shëndetësore dhe të ngjajshme. Ekipi Kiks Kosovës vendosi të verifikoj pretendimet, por zyra ku zhvillohen konsultimet ishte e mbyllur. Rrugëtimi vazhdoi deri tek banesa e Slamnikut, ku takua vetëm me bashkëshorten, e cila konfirmoi se ai nuk ndodhej aty. Huaj Arjaniti ka shku në Prishtinë, ka pas takim edhe besoj që mas një ore 2. Po, e po me të objektin poshtë, aty për konsulenta, nuk e përdora? Jo, po, ama nuk është momentalisht këto. Prishtinë ka shku, ka pas punë. Pasi ordinanca që e mbyllur, ne ishim edhe drejt tek banesa e Arjanitit, mirë po nga bashkëshortja e saj na u dha lajmi që ai nuk gjendet këto. Kështu që tani pikërisht përpara ordinancës së tij, ne po provojmë që të thrasim atë dhe të bisedojmë. Që kërkoni nuk ka qenë në rjet. Ju lutemi, provojmë më vonë. The number is not available at the moment. Pra numri nuk ka qenë në rjet. Ne edhe një herë, derisa gjendemi përpara ordinancës, provojmë të thrasim. Pra telefonin nuk po e hap. Një patjetër që do vim gjatë ditës edhe një herë këto dhe patjetër që do provojmë edhe disa herë të tjera që të bijem në kontakt me ta. Pas disa minutash vije thirrja nga ai, mirë po biseda që është shumë e shkurtër. Që kënu më ka firma herët? Po, përshëndetje Arjanit. Ulla. Jam Florentina Hoti, gazetare për Kiks Kosovës në Klan Kosova. Është numri 1 që ti e ke thirrje disa herë. Po, ulla. Po. Jam të marrë me një temë që ka të bëjë me veprimtarinë e juaj. Që se ke telefon? Urdhna? Disa herë? Urdhna? Që se ke hap telefonin ma që të kom thirrë disa herë? Se më kanë zonë, kom pas disa punë të tjera. Okej, vazhdo. Po. Kështu që, po, derisa me të emru që na kemi marrë për na nali telefonin. Telefoni i Kiksit më nuk ju hap, andaj i dërguam një mesazh për të e njoftuar me akuzat që rëndojnë mbi të. Pas disa thirrjesh të papërgjigjura dhe mesazhit tonë që i kemi dërguar Arjanit Slamnikut, ai tani më na ka dërguar një përgjigje të shkurtër, e cila thotë se për akuza ne t'i drejtohen gjykatës, pra ka fjalën për personat dhe familjarë që akuzojnë që ai po mashtron. Ju faleminderit për kujdesin tuaj. Me që interesim për të biseduar me gazetaren nuk pati, Arjanit Slamniku vendosi që të hyjë live në Facebook. Sa po mora një informacion, një telefonat nga gazetarja Kiks Kosova, Florentina Hoti u paraqet. Besoj që edhe ajo e merr mesazhin prej kështu live prej meje tani. Aty ai pranon se konsultat e tij janë mjekësore, duke vazhduar me akuza kundrejt gazetares, emisionit e televizionit. Në lidhje me akuzat për ku e di unë çfarë nga dikush, në lidhje me konsultat e mia mjekësore, shëndetësore dhe të ngjajshme. Dhe përgjigjja ime ishte se të gjitha këto akuza mund të vazhdojnë me procedurë në gjykatë kundër meje. Cilat do të qofshin ato. Institucionet ligjvënëse duhen me punu, sa ato duhen me pas punë, po jo gazetarja me kap qekanin e gjykatësit edhe me gjyku. Gjithçka që nga fillimi gjithçka tendencioze. Gjithçka tendencioze dhe me papaskim. Për
denigrim. Kon Arianiti. Pse revansh? Nga kush? Nga Klan Kosova. Kiks Kosova. Pse nga Klan Kosova? Sepse ju e dini pse. Ju e dini moti, për ata që e din qëndrimin tem ndaj medjave, veç mas ndaj Klan Kosovës, e dini pse.